Ministria e Mbrojtjes njoftoi se situata meteorologjike në qarkun e Kukësit paraqitet kryesisht e qetë me rreshje me intensitet të ulët deri mesatar dhe pa probleme serioze në nivel qarku. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpastërshme me intensitet të ulët deri mesatar. Rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngate, as parashikohet mjegull dhe shikueshmëria e reduktuar në zona luginore. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Civile janë në gatishmëri të plotë në koordinim të strukturave të emergjencave civile të qarkut Kukës për përballimin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Mbrojtja civile apeloi banorët e zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore. Firmat kontraktore për mirëmbajtjen e rrugëve po punojnë për të pastruar inertet e rëna si pasojë e rreshjeve të dendura dhe për zhbllokimin e disa segmenteve të bllokuara nga shkarja e dherave dhe gurve. Përveç strukturave të emergjencave civile dhe të bashkive Kukës, Hasë dhe Tropoj dhe Keshit janë vënë në gatishmëri edhe OSHE, autoriteti rrugor shqiptar, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes.